Një grua 53 vjeçare e cila u paraqit si fallxore dhe mashtroi viktimat e saj duke shkaktuar një dëm rreth 40 milionë euro, është vënë pranga nga autoritetet australiane. 53 vjeçaria u arrestua të mërkurën në periferitë të Sydneyt së bashku me vajzën e saj 25 vjeçare, e cila u paraqit si mësuese Feng Shui, praktik me origjinë kineze për harmoni. Nëna dyshohet se i bindi viktimat e saj, kryesisht gra vietnameze, të merrnin kredi, duke mbajtur një pjesë për vete, duke u thënë atyre se parashikonte miliarder në të ardhmen e tyre. Mbi 53 vjeçare rëndojnë 39 akuza, duke përfshirë drejtimin e një organizate kriminale dhe marrjen e përfitimeve financiare me anë të mashtrimit. Mbi vajzën e saj rëndojnë 7 akuza, duke përfshirë administrimin e të ardhurave nga krimi dhe pjesëmarrjen në një organizat kriminale. Gjatë arrestimit në rezidencën multimilionshë, policia sekuestroi dokumente, telefona celular, çanta luksoze, një shufurari 40 gramshë me vlerë $10,000 australian dhe $6,600 australian në çipa kazinoje. Autoritetet thonë se 53 vjeçaria u paraqit si një antare e shquar e komunitetit të saj dhe si një fallxore, u jepte këshilla klientëve, disa prej cilëve i thanë se po përballeshin me vështirësi financiare. 53 vjeçaria më pas parashikoi se një miliarder do t'u vinte në ndihmë dhe se kjo do ndodhte së shpejti nëse ata merrnin një kredi. Sipas një hetimi nga Sydney Morning Herald, nëna dhe vajza janë të lidhura me të ashtu quajturën Penthouse Syndicate, një organizat kriminale që mashtroi bankat kryesore australiane me $250 milionë australian ose 141 milion pound, me ndihmën e punonjësve të bankave që miratuan kredi për të ndihmuar në blerjen e pronave të shumta në Sydney.